Po sa I përket shkarkimit të ministrit të mbrojtjes Piro Vëngu, për të cilin aludohet se ky shkarkim është bërë për të parandaluar, po themi, ose për t'i paraprirë një arrestim të mundshëm nga ana e SPAK-ut, sa I përket aferave në portin e Durrësit? Në radhë parë, ai ka probleme me portin e Durrësit, me vjedhjet galopante dhe me sabotimet që janë bërë atje. Por unë kisha thënë para pak kohësh juve, duhet të kujtohet mirë, do shikoni arkivin tuaj që kam thënë, ai është një grek dhe nuk I takon të jetë në Ministrinë e Mbrojtjes të Shqipërisë. Madje duhet të them që shkarkoi dhe 2 kushëri të tjerë të tij që kanë mbetur akoma dhënës ministra në Ministrinë e Mbrojtjes, sepse ai I vari ujkut më qit në qafë. Ja dha Ministrinë e Mbrojtjes, ja dha grekun, me qëllim që Ministria e Mbrojtjes të mos ngrërë zërin për deti që duan të uzurpojnë grekët dhe për pretendimet territoriale që ka Greqia. Me Greqinë, për Greqinë zotëri do bëjmë një emision apo sapat se kemi prova sa të duash dhe materiale sa të duash që Greqia por na shkel ditë për ditë dhe ne nuk kemi kush na mbroj, ne nuk kemi kush na përfaqësoj. Po pse nuk është patrioti I madh Edi Rama, sepse ai bëri gjithë ato deklaratë në bordin e paqes për vetë Hashim Thaçin? Edhe një të lutem. Çfarë deklarate bëri? Që gjykata speciale e Hagës është duke e trajtuar në mënyrë të padrejtë, sidomos prokuroria, vetë figurën e Hashim Thaçit. Ditë për ditë I lexoni intervistat dhe informacionet që vijnë nga Kosova për Hashim Thaçin apo se lexoni? Hashim Thaçi ka Hashim Thaçi zotëri ka kusure të mëdha, borxhe të mëdha popullit të Kosovës. Dhe ushtarëve të UÇK-s që luftuan në front dhe tani fatmirësisht e kanë jetën qelepir, se ata vajtën në luftë për të vrarë. Hashim Thaçi nuk fliste kurrë me Adem Jasharin dhe ishte në armiqësi me Adem Jasharin. Hashim Thaçi ka shumë në kurrizë me qytetarët e Kosovës, jo me serbët. Me serbët, le që ai një pse e quajmë luftëtar të UÇK-s. Ai s'ka qenë asnjëherë në luftë, ka deklaruar vetë. Gjarpëri, pseudonimi Gjarpëri, nuk ka qenë në luftë. Po e përsëris dhe njerë ta dëgjojnë ata që nuk e kanë dëgjuar këtë deklaratë time. Zonja e ndjera, I ndri shpirti, Madeleine Albright, ish ministre e jashtëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjatë kohës që po pritej firmosja e marrëveshjes në Rambouillet, rezolutës të Rambouillet sa ishte ajo, po nuk la minutë dhe orë pa folur, pa bërthirje në për televizione. Ku është Hashim Thaçi se po na pengon? Dhe Hashim Thaçi bëri atë që e kërkonte në qiell dhe ja dha dhurat, ja dha Hashim Thaçi Miloševićit. E vonoi 15 ditë në nënshkrimin e Rambouillets, po kjo e mjaftueshme për të armatosur plotësisht Kosovën me tanke dhe me artilleri Miloševići. Ja këtë ka bërë Hashim Thaçi. Për këto duhet të dënohet Hashim Thaçi. Edhe leç më thonë mua dënohet UÇK-ja. S'është e vërtetë. UÇK-ja ka bërë luftë qeveritare, luftë burrat, dhe UÇK-ja ka dhënë gjak në Kosovë. Amerikanët hodhën bomba dhe ndihmuan nga ajri, por në terren ishin ushtarët e UÇK-s. Janë 10 djemë dhe vajza që kanë dhënë jetën në Kosovë, dhe 16 vjeçar. Dhe Hashim Thaçi nuk ka bërë asnjëherë nuk I ka kërkuar Miloševićit ose këtij Vučićit ku janë 1600 humbur. Ku janë? Më gjeni një deklaratë të tillë ose një kërkesë të tillë. Asnjëherë. Për të mos thënë pastaj për atë Ballkanin e hapur e të tjera që bashkë me këtë banditin tonë, bandit ky e këtë rrugacin tonë u dhe shteti shqiptar, që drejton qeverinë, që kërkuan që ajo Serbia Kosova të hapej fare kufili Kosovës, që të gjithë lufta bëhet të dalë ajo Serbia në Adriatik. Kjo është ëndra e Serbisë, të dalë në Adriatik, dhe ky me Hashim Thaçin veshën të realizonin këtë. Falë Zotit kemi një mik të jashtëzakonshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që I thanë stop, u dhe Hashim Thaçit dhe këtij. Se këta I kanë bërë të tëra përpjekje për ta shitur Shqipërinë dhe Kosovën.
Zoti Islami, si e shpjegoni qëndrimin e Edi Ramës, i cili në Washington në bordin e paqes foli për padrejtësinë që po i bëhet UÇK-s dhe Hashim Thaçit sipas tij në gjykatën speciale të Hagës, dhe vetëm ditën e djeshme u bashkua së bashku me Aleksandar Vučić dhe bëri një shkrim në gazetën gjermane Allgemeine Zeitung, ku propozonte një projekt tjetër për integrimin në Bashkimin Evropian. Çfarë është ky personalitet politik që një herë bën adhetarin, patriotin, pastaj shkon tek Vučići, pastaj rikthehet më pas si patriot i madh? Po ti e di dhe ju e di dhe shqiptarët e dinë që zyrat e Beogradit kanë të tërë dokumentacionin e krijimit të komunizmit në Shqipëri që nga 41 deri sot e kësaj dite. Dhe ka marrë urdhër, janë shënuar ripat nga Vučići dhe ka thënë shko tani dhe do bësh këtë deklaratë. Dhe ky është shërbëtor besnik i Beogradit. Dhe baton pik për pik, një për një ato që japin ato urdhëra që japin në Beograd. Ky zotëri i shërben Beogradit, jo shqiptarëve. Ky u shërben masonëve, jo shqiptarëve. Ky u shërben hebrejve, jo shqiptarëve. Ky u shërben Netanyahut, jo shqiptarëve. Ky u shërben krimit. Po e të prapë krimit. Dhe jo shqiptarëve, jo popullit shqiptar, jo Shqipërisë, e cila është vendi më i pasur në Ballkan dhe ka popullin më të varfër për në Ballkan. Ky është Edi Rama. Por s'ka kush i dalë përpara. Kto i lumt. Në këtë rast, apo kërkon që Edi Rama të shpëtojë lëkurën e tij në raport me Bashkimin Evropian, duke qenë se është përballur me kritika ditët e fundit sa i përket pjesës së korrupsionit, sidomos kritika që kanë ardhur nga Gjermania, dhe me këtë propozim që bën me Aleksandar Vučić, ku integrimi të jetë vetëm në aspektin ekonomik, edhe pse Shqipëria ka tregti me vendet e Bashkimit Evropian, ai devion rrugën ku deri dje thoshte që Shqipëria do integrohet në vitin 2030 në Bashkimin Evropian. Problemi i këtij njeriu ka dy probleme. E para njerë që është shërbëtor dhe spion i Beogradit, e dyta ai harron se ç'thot. Ai harron deklaratat që bën. Ai çka thën dje nuk e mban mend, shkoni pyeteni. Çka thën filan datë, filan mbledhje ose konferencë ose intervistë, nuk mban mend. Sepse ai do them një fjalë, ose po e them lesët, bolla kam tepruar me këto fjalët e popullit që janë zënë vend 100% tek ai. Por ai është një gjë që duhet ta zëmë në gojë fare, vetëm s'kemi që bëjmë se akoma ka protokolle kryeministri. Ja ka që thjesht. Po, Zoti Islami, me këtë situatë ku ndodhet Edi Rama, a ka një grup në Partinë Socialiste, një grup eksponentësh të kësaj force politike që mund të thotë një moment që tani është mjaft, është boll, çfarë ka bërë ky njeri? Nuk ka, sepse ata që qenë dhe që duhet t'ia thoshin këtë gjë dhe që kishin tru, po e theksoj që kishin tru dhe e donin të vend, ata i ka spastruar me kohë dhe ka marrë ca bryla atje që se kanë ide fare se që politika, që se kanë ide fare që ekonomia, që se kanë ide fare, ata nuk din ku janë. Ata i gjë din mirë, të vejt muaj të marrën ato 5 milion lekë që marrën nga shqiptarët, atë din mirë ata. Tjetër gjë nuk din, sepse ata shikojnë që këtë ditë për ditë hiqe vur. Këtë që ku ka marrë kushtetin, deri tani ka ndruar një 10 qeveri. Ku janë? Përse? Çfarë i bën? Ku stonuan ata dhe dolli ky shkëlqeu ky mendje madhe. Ora ky është një debil i çmendur që i ka kaluar të tëra kufit e çmendurisë.